të duhet të jetë vërejtje serioze për KQZ-n që po lavdrohet vazhdimisht, që s'është për të lavdruar gjithherë. Kësaj krejt shkurtje thonë shumë zhurmë për asgjë. Ka marrë fond, domethënë kërkesa është krejt e pa bazë. Ne kërkojmë që Mitrovica të shkojë menjëherë në rivotim, sepse janë disa qendra të mëdha në të cilat janë vërejtur pa rregullsi. Pretendimi se gjithë procesi është aty i përmbysur, i dështuar dhe i falsifikuar nuk qëndron dhe Kësaj krejt shkurtje thonë shumë zhurmë për asgjë. Ka marrë fond, domethënë kërkesa është krejt e pa bazë. Nuk ka asnjë fakt, asnjë dëshmi, asnjë bazë që arsyeton kërkesën e tyre. Nuk ka manipulime, kompania që ka shtyp let votimet e ka sqaru tërësisht, KQZ-ja e ka sqaru tërësisht, ka ndërhyrje, domethënë kundërligjshme nga policët, nga prokuroria, edhe unë mendoj se kryeprokurori i shtetit edhe policia duhet sipas protokollit ta hetojnë dhe ta sqarojnë me raport këtë ndërhyrje. Problemet teknike janë të mundshme, jo vetëm të kompanitë që nuk janë sa duhet përgjithshme, këtë duhet thënë, të duhet të jetë vërejtje serioze për KQZ-n që po lavdrohet vazhdimisht, që s'është për të lavdruar gjithherë, që me kënë po kontakton dhe me kënë po kontrakton. E dyta, gabimet janë të mundshme edhe nga vetë KQZ-ja, ju e dini herën e kaluar një gabim serioz që shkaktoi edhe vonesa dhe zvarritje dhe pakënaqësi ishte në procesin e përpunimit elektronik. Reagimi i tillë është legjitim i PDK-s, por nuk mund të pretendohet që procesi të përmbyset, sepse gabimet të tilla që janë, eventualisht, që mund të vërtetohen, duhet pas një përjashtim dhe pas një jot, do me thënë pas një milimetër, të korrigjohen dhe të vërtetohen dhe të korrigjohen, të eliminohen nga vlefshmëria e procesit. Mirë po, pretendimi se gjithë procesi është aty i përmbysur, i dështuar dhe i falsifikuar nuk qëndron dhe kjo do duhet ndërpritej sepse nuk i sjell imazh të mirë as partisë politike përkatëse dhe as Kosovës. Prandaj po them duhet lënë punën të përmbylli përgjigjen në organeve të cilat e kanë ndërprer fillimisht numërimin, që ta kryjnë punën e tyre, të vërtetohet saktësisht çka ka ndodhur dhe nëse ka shkelje serioze ato duhet eliminuar, domethënë duhet zvoglohen nga përqindja dhe pastaj kemi rezultat. Por pretendohet që të rivotohet, kthehet procesi nga e para, kjo është jo vetëm jo real, por edhe përpjekje për ta shndruar humbjen e fitore. Ne kërkojmë që Mitrovica të shkojë menjëherë në rivotim, sepse janë disa qendra të mëdha në të cilat janë vërejtur pa rregullsi. Kërkesa jonë për rivotim në Mitrovica do të paraqitet edhe si ankesë pranë panelit zgjedhor për ankesa dhe për ashtresa mbërnjëherë pas kësaj konference. Sepse vetëm një proces i drejtë dhe i pastër mund të garantojë legitimitetin e rezultatit zgjedhor dhe besimin e qytetarëve të Kosovës.